Pamje shqetësuese vijnë nga fshati Goriça në bashkinë Dimal, ku qindra sera të mbjella me domate dhe sallator janë përmbytur nga rreshtet e dendura dhe prurjet e lumit Seman. 10 hektar tokë bujqësore janë mbuluar nga uji, duke sjellë dëme të mëdha për fermerët e zonës. Fermerët nuk përballen vetëm me pasojat natyrore, por edhe me mungesën e mirëmbajtjes së rrjetit të kanaleve kulluese, të cilat nuk janë pastruar prej vitesh. Ata fajsojnë drejtuesit lokal, veçanërisht të njësive Poshnjë dhe Kutalli, për mungesën e veprimeve konkrete dhe parandalimit në kohë. Ndërhyrja e strukturave përkatëse ka nisur, por për banorët, çdo minutë vonesi kushton dëme të pallogaritshme në prodhimet dhe jetesën e tyre. Fermerët kërkojnë zgjidhje të qëndrueshme, pastrim urgjent të kanaleve, në ndërtimin e argjinaturave mbrojtëse, që të mos përsëritet e njëjta histori sa herë që bie shi.